lëri gjëra të bien cop. Mos u lodh më duke u përpjekur ti mbash bashk. Jo gjithçka është e destinuar të zgjas për gjithmonë. Dhe të mundohesh të mbash diçka që tashmë po thyhet. Vetëm do të lodh. Ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bësh është ta lësh veten të lirë. Lëri njerëzit të zemrohen. Lëri të të keqkuptojnë, të të kritikojnë e të të gjykojnë. Mendimet e tyne janë pasqyrim i perceptimeve të tyre, jo matje e vlerës sate. Nuk ke pse shpjegohesh para atyne që janë të zënë duke të keq kuptuar. Nuk je përgjegjëse për mënyrën se si të tjerët zgjedhin të të shohin, apo si reagojnë ndaj të vërtetës tënde. Mos ki frikë nga e panjohura. Mos e pyet veten ku do të shkoj, çfarë do të bëj. Humbja mund të duket e padurueshme. Por nga njëherë ajo është thjesht mënyra për ta hapur rrugën drejt diçkaje më të mirë. Kur dikush ka vendosur të largohet, do të largohet, sado që të përpiqesh ta mbash. Nëse është destinuar të qëndroj, do të gjej një mënyrë. Dhe kur gjithçka duket e pasigurt, jeta gjithmonë gjen mënyrën për të krijuar ekuilibër. Dhe kur ne nuk arrim ta shohim si, ka një ritëm në jetë. Një rend natyral të mbarimeve dhe fillimeve. Kur i rezistojmë kësaj rrjedhe, krijojmë dhimbje. Kapemi pas gjërave që po thyhen nga frika se asgjë e mirë nuk do të vijë më. Por kjo është një iluzion. Universi gjithmonë hap dyrë të reja, dashuri të reja, qëllime të reja. E vetmja gjë që mund të ndaloj është kopja, pas asaj që nuk të përket më. Dhe kur, as për një qast, mos beso se e mira ka mbetur pas. Jeta nuk pushon se sjelluri gjërat bukura as atëherë kur përballesh me vështirësi. E mira nuk ka mbaruar. Ka ende gëzim, ka ende dashuri, paqe për të gjetur. Vetëm duhet ti mirëpresësh. Nga Meryl Streep.